Ky është 64 vjeçari që u vra në Lezhë si bandat i ekzekutuan nipin dhe djalin. Gjovalim Prendi është viktima i mbetur nga atentati mafioz në Lezhë. Ai ishte babai i Rohan Ibrahimit, i ekzekutuar një vit më parë në Greqi në sy të gruas dhe djalit të mitur. Sa i përket ekzekutimit të tij në Greqi, dyshimet ishin se vrasësit ndiqnin në mënyrë periodike partneren dhe fëmijën e tij në Greqi derisa arritën të ekzekutonin 33 vjeçarin. Në vitin 2014 Prendi humbi nipin e tij nga një atentat që u bë në urrën e Milotit. Taulant Prendi thuaj se u vra për shkak të konfliktit që kishte për pronat. I ri u vra vite më parë së bashku me kushuririn e tij ndërsa u plagoz dhe vllai i tij. Gjovalim Prendi në një prononcim për mediat në vitin 2014 është shprehur se nuk ka patur asnjë konflikt, duke i kërkuar qeverisë të zbardhë vrasjen dhe të vijej në vend drejtësia. Ngjarja na ka shokuar, ne nuk kemi patur konflikt me asnjëri. I kërkoi qeverisë Rama që të vijë drejtësia në vend, ka thënë atë kohë Gjovalim Prendi.